Shojmë pak çfarë po ndodh në Kosovë kur mund të kemi kryetarin e parlamentit, qeverinë apo zgjedhjet parakohshme, siç paralajmëroi Moza Kusare Lila. Muhamet Hajrullahu, kryeredaktori i Telegraf, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Muhamet, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda, edhe juve. Zgjedhje pas zgjedhje, duket se prodhuan zgjedhjet e 9 shkurtit në Kosovë. Absolutisht po, dhe është e pafaqshme le të themi nga 9 shkurti kur ne po përfundojmë edhe muajin prill, të mos kemi institucione të reja të dala nga zgjedhjet e fundit. Dhe soga vazhdon edhe sot, si duket, sepse siç unë kam kuptuar, nuk ka ndonjë qëndrim nga lëvizjeve vendose sa për ndrimit të kandidatës për kryetarin e vendit. Ajo çfarë mund të them në këtë moment është që një takim i thirrur nga kryesuesi i lëvizjes vendose, që i bie zoti Ahmet Rahari, pritet të mbahet në ora 9:30 në sallën e Parlamentit të Kosovës me përfaqësuesit e partive politike për të gjetur në themi një model për të dalë nga ky ngërçi momentan. Sepse tashmë dihet, 2 seancat e fundit ka dështuar zonja Alburina Haxhiu të ketë votat 61 nga deputetët e Parlamentit të Kosovës. Në seancën e fundit e Esmeralda, ajo çfarë ndodhi është që lëvizja vendose fare nuk e qiti në votim, për faktin që e kishte të qartë që nuk ishin votat atë, dhe për të mos ndodhur le të themi edhe ky momenti i numrave dhe kthimit të votave, ata kërkuan që kjo çështje të shtyhet. Madje unë prita që të ketë më shumë diskutim nga lëvizjave vendosje, jo në momentin e fundit të sotshëm që ne kemi, por prita që kjo të ndodhë më herët. Megjithatë, sot do ndonjë të kem, sa do të shkojnë përfaqësuesit e partive politike tjera, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe të tjerë, që nuk dihet, ne kemi bërë përpjekje në Telegraf për të marrë qëndrimet e tyre. Unë besoj që partitë politike do të shkojnë në takime dhe ta thonë atë se çfarë ata kanë për të thënë në këtë takim, por mbetet të shtrihet pas orës 9:30. Gjasat janë që gjëja mund të përsëritet edhe një herë. Tëra mund të përsëritet edhe një herë se me çfarë ndodhi gjatë seancave të kaluara. E kuptoj, por duket pak e çuditshme gjithë kjo, sepse nëse vetëvendosja nuk i kishte votat, pse duhet të hidhte një kandidatur pa e konsultuar më parë që të mos shkonte në këtë situatë? Apo ishte thjesht një sfidim që u bënte opozitës me shpresën se mund ta votonin për të kaluar tek pjesa tjetër, tek qeveria? Me të drejtë pra, ajo se çfarë ndodhi fillimisht, Esmeralda, është që shumë në Kosovë filloi të mendonte që ne do ta kemi një qeveri, e cila do të jetë qeveri nga lëvizja vendosje dhe partnerët e saj në koalicionin parazgjedhor, me 3 deputetët e nismas dhe pakicat jo serbe. Pra gjikon 10 deri 11 deputet. Dhe çfarë pastaj ndodhi realisht, janë 2-3 aspekte që duhet me Mirë, me duket se kemi pak një problem. Tentojmë edhe një herë të lidhemi me Muhamet Hajrullahu, kryeredaktorin Telegraf, po flasim për zhvillimet në Kosovë. Kanë dështuar 2 seanca për zgjedhjen e kryetares së kuvendit, vetëvendosje e cila edhe në bazë të një vendimi të gjykatës kushtetuese i takon të përcaktoj se kush do të jetë kryetari i kuvendit, pasi është partia që ka marrë më shumë vota, është partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Kandidatura e propozuar Alburina Haxhiu të hodh 2 herë në votim në të shkuarën e afërt, por ajo nuk arriti të merrte 61 vota, aq sa duan për ta miratuar atë në kuvendin me 120 deputet. Ajo mori 57 vota pro. Në seancën e tretë, vetëvendosje nuk pranoi ta hidhte fare në votim
duke kërkuar nga subjektet e tjera politike që të kishte një marrëveshje për votimin e kryetarit të parlamentit, por edhe nën kryetarëve. Ky është hap i domosdoshëm për t'i hapur rrugë më pas procesit të miratimit të qeverisë. Nëse miratohet kryetari i parlamentit nën kryetarët, hapi tjetër është që presidentja Vjosa Osmani duhet të mandatojë kandidatin për kryeministër që në këtë rrethan i bie të jetë zoti Kurti, i cili do të provojë më pas për të krijuar qeverinë. Kthehemi edhe një herë tek lidhja. Jemi tani Muhamet. Po, e shpralla sepse fundit natë me teknike, Pa problem. sa bën vetë tek zhvillime teknologjike.